Do të flasim për zhvillimet nga kronika, por jo vetëm më vonë dhe pak nga politika. Me mua në studio është bashkuar gazetari Ferdinand Dervishi. Mirë se erdhe, zot Dervishi. Ju si e shihni vrasjen e biznesmenit italiano Tepelen? Është një atentat sipas jush edhe çfarë shkaqesh fshihen aktualisht me kaq informacion sa ka? Unë kam ndjekur çka kam pas mundësi, nuk është se e kam shumë të qartë se çfarë ka ndodhur, por ne mund të flasim aq sa kam kuptuar unë për këtë ngjarje. Por ajo që më lindi në mendje që në fillim më kujtua një vrasje një biznesmeni italian të ndodhur në 27 janar 1998 në Tiranë. Stefano Rossi ishte pronari i një fabrike këpucësh, të cilin banda e Ysberishit në atë kohë e ndoqi, dinte se çfarë ai do bënte atë ditë, ai do shkonte të rriste në bankë pagat e punonjësve, i zun prit dhe e qelluan edhe vran. Ka mbrojtur një fotografi të makinës tij që kishte dalë në anë të rrugës, një lloj si në ngjarjen që po do flasim sot. Ishte një makinë Citroen BX e bardhë. I kanë marrë lekët dhe lanë të vrarë. Mbaj mend dhe një detaj tjetër që shteti i kohës, me fjalë u çuan këmbë për këtë histori. Sepse besoj që në atë periudhë italianët nuk kishin fuqinë që kanë sot. Tani ne shohim Shtetet Bashkuara të Amerikës që është një lloj si të ishte vrarë një biznesmen tazem amerikan tani. Por në atë kohë italianët ishin, si thua pak a shumë ata ishin në rolin e Shtetet Bashkuara në Shqipëri në atë periudhë dhe mbaj mend që shteti u çuan këmbë dhe e goditi atë bandën e Ysberishit pa marrë asnjë, me fjalë pa pyetur shumë dhe i gjeti autorët, i futi në burg etj. Me fjalë u mobilizua shumë fort. Uroj të ndodh edhe në këtë rast. Tani, për ngjarjen, sigurisht nuk është besoj e njëjta histori që doli dikush për t'i vjedhur xhiron e parave, flitet kanë shkuar për gjuhët e tij, edhe pse ora është pak e çuditshme, por kjo nuk do të thotë gjë, sepse gjuhet dhe natën, gjuhet me drita, natën me drita të fuqishme, dritat e fuqishme ndalojnë, sidomos lepujt, ata kanë një moment kur i bie drita e një projektori të fuqishëm që përdorin këto për natën, ai ka një moment ndalese, disa sekonda që jep mundësi dikujt që ta vënë në shënjestër dhe ta vras. Edhe merret ajo adrenalina që quhet, ka shumë adrenalinë. Nuk kupton, është një lloj, është më fort thonë se edhe se gjaku i peshkut, kur kap një peshk, kur vret një lepur në një formë të tillë. Tani, me sa kuptova, kanë pasur, mbase jo vetëm këto gjaktara, ky italiani dhe grupi i vet, kanë pas konflikte me banorët e zonës për këtë shkak dhe personat të tjerë. Pra është zona ku gjuhet, por banorët nuk janë dakord. E qartë. Nuk e di për çfarë arsye, mbase sepse gjuhet në pronat e tyre, në pyjet e tyre etj. Kjo është shumë e paqartë se çfarë ka ndodhur aty. Janë dy makina në vendngjarje, njëra pretendohet që është e autorëve apo autorit, njëra e italianit. Ka një moment që nga makina tjetër, nga një Range Rover që po shohim, apo Land Rover që është, përpara saj zvarritur personi dhe thuhet që e kanë marrë viktimën dhe e kanë tërhequr sepse ka lënë shenjat e gjakut në rrugë dhe e kanë çuar mbase dhe tutuar, e kanë nxjerrë në anë të rrugës për t'i dhënë një ndihmë apo diçka e tillë. Është shumë e paqartë se çfarë ka ndodhur konkretisht në vendngjarje dhe si ka mundësi që një makinë, makinat janë shohin në dyja në një drejtim, si ka mundësi që një makinë e banorëve të zonës, të themi, në këto orar, në mes të natës, është përballë me një makinë tjetër në mes të rrugës, ku unë besoj se do kenë qenë në lëvizje, ose pra nuk është si kishin dalë aty për gjasë, nuk më duket dhe vendi që të dalin aty për gjasë, nuk më duket dhe vendi tamam. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur, mund të ketë pas një debat. E kuptoj. Mund të jetë një sherr i çastit ndoshta? Mund të jetë një sherr i çastit, mund të ketë kaluar në dhunë, në goditje fizike, mund të ketë nxjerrë dikush një armë gjaku kanë pasur etj. Pra është shumë e paqartë se çfarë ka ndodhur dhe se ka akuza që janë njerëz të kushurinja apo njerëz me të këtij ish kryeparlamentarit Ramos Ruçi, kushurin të tij. Të paktën autori dyshuar ky është Gazmend Braçi, që mendohet që është nip i Ramos Ruçit, por edhe mik i Tërmet Peçit gjithashtu. Po, normal, derisa ka qenë njëri duhet të jetë dhe i tjetri, sepse është zonë shumë e vogël aty dhe njihen me njëri tjetrin.
Dhe tjetra, person me probleme të mëparshme penale, të përfshirë në konflikte të dhunshme, i përfshirë në konflikte të dhunshme. Kjo është ajo që kemi, por gjithmonë nuk dim mekanizmin se fix çfarë ka ndodhur në vendngjarje. Edhe një gjë që më troqi në mendjen, makina, të themi që është italianit, kishte edhe një gomë të pasme të çarë, që mund tjetë pra ai përshkallëzimi, pra ka një konflikt, pse keni ardhur këte ju kemi thënë dhe tjetër, e tjera, dhe mund tjetë çarë dhe një gomë, dhe aty të ke filluar sherrri, që ju s'do vini me këtej, se ne do i bëjmë dhe këte, nuk dim pra për këtë pjesë, nuk mund të flasim, është pasbardhur, janë hipoteza e tjera, por që është një ngjarje shumë e rëndë, sepse nuk pritej më në pas, jemi 27 vjet pas asaj ngjarjes që më tregova, që të dilte dikush merrte vesh që ti po merrje lekët, kështu ka ndodhur dhe biznesmenëve të fresh frashtanit në Gjirokastër, që një band aty e Gjirokastër, se një zone aty rurale, mori vesh po të riqte. Po është, jemi në njëjtën periudhë. Pra jemi në 99, mos gaboj, ka ndodhur kjo e fresh frashtanit, dhe në 98 ka ndodhur kjo e Tiranës. Por nuk jemi në njëjtën periudhë. Jemi tani, po shkojmë për gjuhë tjetër, po përplasemi me banorët, të mbetemi deri këtu. Nuk dim, sepse edhe policia nuk ka dhënë një version hollësishëm ngjarjes. Në një dëshmi e personit të akuzuar apo personave të tjerë nuk ka dalë. Ende jemi akoma në atë çfarë shohim dhe çfarë komunikojnë gazetarët që janë dhe ata të paqartë deri tani. A kemi ne në Shqipëri rrjete kriminale që kanë mbështetje nga pushteti, të paktën sikurse thot kreu i Partisë Demokratike? Po kjo nuk ka nevojë ta thuash. Kjo është e pranueshme, është e dukshme, është. E kemi ndarë pushtetin, e kemi thënë dhe këtu bashkë disa herë, pushteti është ndarë me krimin që në vitin 2013, që luftë, alancë me djallin mjaft të fitojnë pushtetin, unë nda pushtetin me krimin dhe e kemi të ndarë me krimin, sigurisht. Flasim për Gramoz Ruçin. Po që të flasim për Gramoz Ruçin, vete në Kukës së dëgjoj që njerëzit e Gramoz Ruçit kanë hidrocentralet e vogla. Vete në Peshkopi, njerëzit e Gramoz Ruçit kanë hidrocentralet e vogla. Futën në administratën shtetërore, kushëriri Gramoz Ruçit drejtor, këtë tjetëri drejtor, 4 gjyshi, i 14, i 15 drejtor. Pra nuk është se këta njerëz, pra flasim politikisht, duke shfrytzuar politikën, nuk kanë fut njerëz të tyre ande këtej dhe nuk shkojnë pasaj që kanë lidhje dhe me persona që mund të kenë rekorde kriminale, tjera. Kjo është ajo që i përket politikës, si e ka zaptuar politika, por kemi dhe lidhje me krimin. Pra kemi në rrethe me problematik të madhe për endin, si që është Durrësi, Elbasani, Fieri, ku pushteti ishin ndarë me krimin. Pra më shpejt në njëre mëron krimi një drejtorie, se sa pushteti. Kjo është realiteti që ne kemi. Nuk ka diskutim, nuk e themun, nuk e përsërisun, është i njohim, janë emra reale, tjera, nuk ka nevojë të themi, dhe japim prova më shumë se kaq. E kuptoj. Duat flasim pak për politik, ndalemi pak tek ministrat e rinj, por dhe tek ndikimi i Shteteve të Bashkuara. E ngarkuara me punë e SBA-s, Nancy Van Horn, ka pritur në zyrë ministrin e ri të drejtësisë, Besfort Tlamallari. Fokusi i SBA-s është krimi organizuar. Çfarë informacionesh ka SBA dhe pse është kaq shumë e shqetësuar për krimin e organizuar në Shqipëri, se që gjithë biseda ishte kryesisht e fokusuar këtu? Nuk është vetëm takimin me ministrin e ri të drejtësisë, janë 3 takime njëri pas tjetrit, që është me ministrin e drejtësisë, me ministrin e brendshme dhe me Mirela Bogdanin e Këshillit Lartë të Prokurorisë. Nëse për me Mirela Bogdanin është takimi për kreun e ri, të spakut dhe kërkesa është integriteti i procesit, pra që të mos ndikohet procesi nga politika, nga grupet kriminale që janë të interesuara e tjera, por tjetë një proces me integritet, ta meritoj ai që i takon. Që të mos kemi mbase përsëritjen që të vej ambasadorja, si që vajti dikur Yuri Kim, dhe vuri veton, apo prezencën e saj zgjodhi Altin Dumani, që pati një performancë shumë më të mirë se sa paraardhësi vetë. Pra, besoj se kësaj druhen, që aty të mos futet një njeri i komanduar nga politika dhe krimi organizuar, ose i influencuar, ose i përzjedhur, nuk e di se si ta çoj deri ku shkon kjo sipas kokës personit, shkon aty. Ndërkohë, po të shohësh, Llamallarit i është kërkuar koordinim i efektshëm i drejtësisë penale.
në goditjen e krimit organizuar dhe sidomos të bandave të drogës dhe të grupeve të krimit organizuar që merren me aktivitetin e narkotikëve. Kjo është kërkuar Lamallarit. Ndërkohë që e zhvilluar më shumë se kaq, ka qenë takimi me ministrën e Brendshme, asaj është kërkuar e parë të çmontohen rrjetat e paligjshme të financiare për pastrimin, e ka fjalën e pastrimi parave. Ç'është pastrimi parave dhe ç'është kjo pjesa? Pastrimi parave është ajo që shohim në Tiranë, janë kullat që miratohen nga kryeministri i Shqipërisë, sikur duket jepër përshtypje sikur vetëm me kullat merret, dhe me pronat e shqiptarëve, në Bregdet, ku janë ato merret gjithkohon me këtë punë. Nuk bën as mbledhje qeverie, i bëjnë kryeministrat, ai merret vetëm me prona. Pra, këtu të duket sikur është fokusi që ore këto kulla që po na ndërtohen neve këtu nga vijnë këto lek. Kush janë këta njerëz që i kanë? A i kanë lek të pastra, a i kanë lek të fituara që si thua justifikojnë me veprimtarinë e tyre si biznesmen, si supermarkets apo ku diun. Kjo është gjithë problemi. Dhe kush i ble pastaj? Dhe kjo është e para që është thënë, dhe kjo është para që është kërkuar ministres së Brendshme. Pastaj ka kaluar në postë të dytë goditje trafikantëve dhe terroristëve. Kjo është gjithë ajo çfarë ka ndodhur. Pra, Shtetet e Bashkuara së pari, kabinetit të ri, personave ose ministrave të linjës, po thonë që të parë pastrimi parave, të dytë goditja e grupeve kriminale të trafikut të drogave. Ose këto ka përcejnë njëra tjetrën. Kjo është ajo ku po synohet. Tani, kemi dhe një gjë tjetër që neve duhet ta marrim, ose mësa dy gjëra tjera duhet i kuptojmë. Në Shqipëri ka hapur zyrë DEA. Jo vetëm ka hapur zyrë, po ka bërë publik dhe numrin e telefonit, që çdo qytetar i thjeshtë t'i bjerë ati numrin e telefonit, të dërgoj të dhëna, të dërgoj pamje, sepse funksionon dhe WhatsApp, për krimin e drogave, sepse DEA merret konkretisht me krimin e drogave. Pra, ideja është dhe pyetja është që pse DEA hap zyrë në Shqipëri? Pra, ne kemi qenë të mbuluar nga një zyrë e DEA-s në Greqi, dhe tani po hapet një zyrë në Shqipëri. Pse kaq problematike është situata në Shqipëri? Çfarë ka ndodhur? Pra, këtë pyetje po bëjmë. Qa problemesh janë shtuar në Shqipëri? Ne themi që ka vite që s'kapet asnjë sasi droge në portin e Durrësit. Atëherë dy gjëra janë. Ose nuk kapet, sepse policia është dhe gjitha strukturat e shtretit janë të komprometuara, ose sepse trafikantët një moment të caktuar para disa viteve, para 2-3 viteve apo 4 viteve, menduan që nuk do çojmë. Do bëjmë burrat mirë, nuk do ta degenerojmë shtetin tonë dhe vendin tonë duke sjellë sasi të mëdha droge në Shqipëri. Këto njëra apo tjetra ne duhet të zgjedhim një nga këto dyja. Ky është problemi. Dhe kjo nuk është normale. Kjo nuk është normale. Tjetër, unë do të duke shfletuar, po shikoja që është bërë goxha debat në mediat e fuqishme amerikane, botërore. Ky është urdhri i Trumpit për të goditur me forca ushtarake, kartelet të drogës, që kanë veprimtari, pra që furnizojnë Shtetet e Bashkuara me sasi shumë të mëdha droge, dhe që kanë ndonjëherë që kanë lidhje me terrorizmin. Dhe gjithë ky operacion që ti godet ato pa paralajmërim, pra i vret pa paralajmërim, i vret në det, siç dhanë pamjet filmike, mbështetet ende ky autorizim, mbështetet ende në një urdhër që është bërë që pas rrëzimit të kullave binjake, 11 shtator 2001. Pra, është një urdhër që u aprovua për të përforcuar si thua situatën për të përgjigjur kundër përgjigjur terrorizmit. Dhe me këtë urdhër, për të përdorur forcën në mënyrë të njëanshme, pa pyetur për drejtat e njeriut, por që ata e kaluan në kongresin e tyre, kongresin e tyre deri tani, pra nga 11 shtatorit 2001, janë bërë ndërhyrje në shtetet të tjera në 22 raste. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë ndërhyrje në 22 raste. Edhe në shtete evropiane? Nuk e di nëse është bërë në shtetet. Dhe autorët e një shkrimi që po shikoja merrnin në analizë, thoshin, okej, karteli Sinaloa, që operon në 47 vende.
I pari Shqipëria, për shkak të rendit alfabetik, jo se është Shqipëria, dhe janë një numër i madh vendesh europiane, por nuk është as Greqia, nuk është as Malizi, nuk është as Maqedonia, as Kroacia, as Bosnia. Pra në zonën e rajonit në zonën e rajonit jemi ne dhe Serbia, në Ballkan. Operon Sinaloa. Këto thonë, këto drejtojnë pyetjen. Nëse kemi këtë urdhër të për të goditur këtë kartel. Po. Atëherë çfarë i bie thot për të goditur kartelin me ndërhyrje ushtarake? Thot teorikisht autorizohet ndërhyrje ushtarake. Me këtë urdhër që ka bërë Trumpi, teorikisht udhëzohet ndërhyrje ushtarake në 42 vende që kanë lidhje pra që operon Sinaloa dhe një këto vende është Shqipëria. Sigurisht që mbase zvemi, po teorikisht është e arritshme. Po mund të realizoj Amerika këtë gjë pa marrë dakordësinë e shtetit shqiptar apo? Po ai pyeti ato që i goditi atje, pyeti Kolumbina apo Venezuela nga vinte i skafi në mes të detit që i vrau njerëzit, nuk i pyeti. Pra merret si e mirëqen. Pra merret si e mirëqen. Unë po them që jemi në këtë derexhe, por unë di që presidenti amerikan i ka mshuar dhe po i mshon shumë fort luftës kundër trafikut ndërkombëtar të drogave. Dhe unë po shoh që për herë më tepër në analiza që bëhen, në reagime, në deklarata nga prokuror që njohin mafian, qoftë italiane, tjera, po piketojnë mafian shqiptare në evolucione sipër, në zgjerime sipër, në fuqizime sipër, e cila arrin të sjell në Europë tonelata me drogë, arrin të sjell në Shqipëri dhe pastaj të kalojë në Europë tonelata me drogë, dhe të kapi tregun. Dhe çelësi i kapjes tregut, por flitet është ulja e çmimit. Pra, duke i futur dorë parë, duke marrë drogën atje ku është, duke ardhur në Europë dhe duke shpërndar po nga njëjti linjë, atëherë ulet çmimi. Duke ulur çmimi, kapet tregu. Duke kapur tregu, bëhen fitime si ato që dëgjuam biliona euro. E kuptoj. Po, cilët janë krerët e karteleve të mëdha të drogës ose të mafjas në Shqipëri? Deri para ca vitesh artikulohej Shullazi, Ervis Martini, aktualisht ka emra që artikulohen ndoshta në radhët e bluve apo në institucione speciale që merren pikërisht me këtë pikë? Kohët e fundit po artikulohen shumë. Pra dhe po të shikonim dhe këtë të fundit është Artur Sheu i Vlorës, mediat e huaja po e artikulojnë shumë, që nuk e kanë më shumë për atë çfarë lidhje ka i me Shqipërinë në kuptimin më shumë se sa në atë që pretendohet apo supozohet që ai fut në Europë. Por një grup tjetër është në Durrës, Troplini apo diçka e tillë, është një grup në Durrës, ndërkohë që ideja është e tillë që flasim për portin e Durrësit. Flasëm se folëm. Thamë ka disa vite që s'kapet asgjë në portin e Durrësit. Në portin e Durrësit është identifikuar një betejë shumë e madhe para 4 vitesh apo 5 vitesh midis 2 grupimeve kriminale të forta. Deri në atë periudhë ishte një mond çekiçi që thuajse kontrollonte portin e Durrësit për llogari të bandës së vjetër të Durrësit, Lauren Dervisha, Lul Berisha me shok, Shullazi brenda me këta, të cilëve me mbështetje politike u godit ky grup dhe u zvendësua nga një grup tjetër. Pra, për shkak të mbështetjes politike u zvendësua. U quajt betejë e 2 ergysve, diçka e tillë, një deputet me emër Ergys iku, u arrestua madje, një tjetër pastaj u fuqizua si ishte deputet. Pra, lufta e 2 ergysve filloi përfundoi me shkatërimin, pra, largimin nga porti i Durrësit e kontrolli portit të Durrësit të një grupi kriminal dhe forcimin e një grupi tjetër. Këtu zë pikërisht vend ajo që them unë dhe i thonë gjithë analistët që ka disa vite që s'kemi. Dhe që vite ka pikpyetja e madhe tani, ose këta janë ndërgjegjësuar, janë bërë çunat mirë dhe nuk e bëjnë më, se dhimbset shtetit tyre, ose nuk kapet asnjë lloj sasie sepse është rregulluar linja. Dhe nuk pra është korruptuar policia, është korruptuar shërbimi sekret, është korruptuar të gjitha strukturat e shtetit. Kjo pak a shumë është ajo për pyetjen që më bët. E kuptoj. Faleminderit zoti Dervishi që ishte në studio. Kënaqësia ime.